Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në radar. Ditën e sotme kemi të ftuar special, gjithë ju e njihni, nuk e di se si mund ta njohim sepse ai është shumë dimensional, është këngëtar, është le të themi prezantues, moderator, dublues, Le ta themi, le ta themi. po jam Gën tjetër, faleminderit shumë që jeni me ne. faleminderit juve. Doktor, se të gjithë kështu ju njohin. Po. Kush është Genti? E kam pyetur plakën time shumë herë, po hiç s'mje për hije. Po Genti jam. Kam bërë ato që më është dhurat të jep Zoti. Nëse unë nuk jam fetar, jam besimtar, por jo fetar, nuk mundem të nëse s'jemi këtu për terrorgji, po ai sa ka vrarë feja, nuk ka vrarë as luftat dhe as kush. Por mu dha një dhurat vokali, zëre, dhe unë e shfrytëzova, po siç ma dhanë, thash, bëra muzikë për shumë vitesh, që në 92-shin, deri vonë, pastaj radio, televizion, dublime, monitorime. Pra ku dhe kush është Genti, ju më shumë e ndjeni veten këngëtar, e ndjeni veten më shumë moderator, e ndjeni veten më shumë te pjesa e dublimit, ku e gjeni më shumë veten, apo të gjitha bashkë? Të gjitha bashkë është një Gent. Sigurisht, po të gjitha bashkë. Ditë dubloj, ditë bëj radio, ditë televizion, dhe e bëj. Më saktë e kam vërtetuar që e bëj. Nuk dua të mburem, sepse do thonë lidh kush na dëgjon, thonë wow. Po ky pse i pi tanërliku apo. Në fakt, kush më jep di shumë mirë që nuk jam. Dhe doktor, juve papritur e gjetët veten në botën e medias, me këngën jeni marrë shumë, sidomos pas viteve 90, me dublimet po ashtu, çfarë shijon më shumë? Shiko, çdo gjë ka emision, ka emocione vet. Në dublim e ndjen veten mirë pasi del dublimi dhe e shef që fëmijët qeshin, sepse edhe fëmijët kanë të drejtën më madhore të qeshin. Duke për dublime më shumë për fëmijë, por ka filma që nuk janë për fëmijë. Për shembull Shreku apo filma tjerë që nuk është se janë për vetëm për të vejën, janë edhe për të rritur. Ndjen emocionin edhe kënaqësinë që të paktën të falenderojnë në rrugë. Ashtu siç ndjen edhe për radion edhe për televizion. Kush e ka ndjekur, aq mundësi se kam pasur, por nuk kam pasur pak. Si radio, si televizioni janë të mrekullueshëm. Radio është kryevepër, por radio do shumë punë. Do pen, do të shkruash, se ndryshe por në shkruajt e radio nuk kam se si unë të transmetoj emocionet e mia ose mendimin tim tek njerëzit, nëse unë nuk kam se si ta shpjegoj. Nësa në televizion është shumë merr me kollaj, sepse luan me plastikën e fytyrës, luan me mimikën që thonë sa, por në fakt mimika është ajo që ka persone. Nësa plastika është ajo që e shërmbrojmë ose bëjmë në bazë ironisë, sarkazmos apo. Doktor, mendoni që keni dhënë më shumë apo keni marrë më shumë?
kam dhënë dhe sigurisht kam marrë. Po më shumë kam marrë realisht kënaqësi. Të gjithë do thonë që më ky u kënaq me kënaqësi. Kur i thonë është diçka monetare nëse nuk paguash atëherë nuk kam kënaqësi, por unë kam punuar dhe jam shpërblyer për të. Sigurisht askush nuk ngopet me të ardhura, sepse të gjithë do gënjejnë që asa thonë që wow, jam shumë i kënaqur, jam shumë mrekulluar. Tani unë kam funduar vite me radhë, por nuk kam qenë në stadin e siç është bërë muzika sot, që është shkoj në për dalë jashtë. Unë kam bërë rock, të hard rock, nuk jam marrë dot me plus jam i paftë me këngë folk apo sepse nuk jam para të zhëndër. Por kam qenë i kënaqur me rockun dhe sigurisht pjesa e rrymës rockut që kam nisur 92-shin deri goxha vonë. Edhe kur hyra në radio dhe kur hyra në televizion e vazhdova aq sa mos i kisha. Kuptohet, kushtet nuk të lejnë sepse merresha me radio, me televizion dhe nuk kisha kohë dhe nuk kisha mundësi fizike dhe reale që unë të shkoja të përshtatesh grupeve të shkonin për koncerte, gjë që nuk është ai kollaj. Se do shkosh në për koncerte, po është një lloj sakrifice, jo një lloj, po është sakrificë, sepse nuk mund të shkoj unë për siç dikur shkonim në Tiranë, Këmbërull, sallat, stadiumet, në çdo koncert, shkon në Durrës, shkon në Elbasan, shkon në Shkodër, sidomos në Shkodër, që Shkodra është gjithmonë një vend që dikur edhe në kohë të diktaturës të Enverit quhej reaksionar sepse krijonte shumë ilaritet. Dhe gjithmonë e kam dashur atë lloj forme. Por nuk mund të ndiqja dot. Plus pasaj hyra në radio, nga radio në televizion vazhdojnë dublimet, vazhdojnë monitorimet. Janë ndjerë shumë komod me punë që kam bërë, sepse pra punë isha i përgatit. Po murëm, kërkoj ndjes, por besoj pak në kam treguar se çfarë kam bërë. Doktor, juve keni pas pasion rockun që para viteve 90 ka qenë ndaluar. Fillimisht nga ku frymëzuat dhe a keni dëgjuar edhe rock edhe para viteve 90 dhe nëse regjimi do të vijonte ende, do të ishe një nga persekutuarit me ato dashuri të madhe që kishe për rockun? Besoj që nuk do ishe. Nuk është se ishte aqe. Nuk është se, unë të thash një fjalë që ishim nga një nga grupat e parë të rockut, të hard rockut shqiptar, të rockut. Një familje janë, por parë nesh ka pasur i thoshin grupet e liqenit, ishin Sandri Joka, Dash Nordiko, Aba Zusi, grupi X, po me Sandrin. Ishte edhe Redon Makashi, ishe Blecejko, po brenda se Suaze. Ne ishim një nga grupet të parë të rockut, sepse edhe ata të parë ishin. Po muzika nuk është se kishte ardhura, absolutisht nuk kishte fare. Ishte thjesht ne shkonin për koncerte, i gjenë me miqësi, me shoqëri, të gjenë në një sponsor për të kapur sallën që të këndonim dhe me ato biletat që shiteshin më shumë nga njerëzit që na njihnin që
bëjnë muzikë dhe ishin apasionantë pas kësaj pune. Vetëm në atë mënyrë ne krijonim thjesht muzikë, se ndryshe nuk do kishim absolutisht asgjë. Po ishte totalisht falas. Më pas u gjendët në media, e kishit menduar ndonjëherë gjatë rinisë tuaj që do të punoje në media? Jo. Çfarë e shikoje veten? Me muzikë, përtej muzikës, si e shikoje? Jo, brenda botës së artit, po nuk mund të them sa ku. Muzikën e kam dashur gjithmonë dhe e dua. Nuk jam aq i aft sa dikur, por nuk jam keq. Por në radio, në televizion, diçka e tillë. Nuk mund ta them dot saktë, sepse nuk është se e kishim atë lloj ëndrash në atë lloj forme. Nuk di të them saktë, po diçka para një publiku. Para një publiku i të jepnim diçka. Aq sa mundeshim, aq sa mund të bëja dhe unë, se çfarë mund të bëja. Kur ka aktor shumë të mëdhenj, realisht janë legjenda, dhe për mua janë, e kur them për mua, nuk po them se unë jam Al Pacino apo De Niro, se s'jam askush në ato pikë në krahasim me ata. As bet lap. Por kur diskutohen personazhe si Bernanika që edhe e përflasin sot për gjëra koti për mua. Por Ndryshim Xhepo e shumë të tjerë që janë kanë sakrifikuar shumë vjet dhe kinematografi realisht e mrekullueshme. Pavarësisht se lexon rrjete sociale që të heqin filma shqiptar nga ekranizimi, të heqin, mos jepen më për televizion. Po mirë, pse? Sepse thonë që kanë nxjerrë realizmin socialist, kështu ka qenë realizmi socialist. Po mirë, nëse ky muhabet i këtill do t'i heqim këta për të paraqitur realizmin socialist siç ka qenë, i mirë e i keq, atë e gjykojnë, çdo njeri e gjykon. Po atëre, pse ta marrim nga ky realizëm? Atëre, le ta heqim nga historia e Hitlerit. Le të heqim Stalinin. Le të heqim Enver Hoxhën. Sigurisht, ata janë deklasifikuar dhe janë dënuar nga gjithë njerëzit që janë të kanë bërë ato gjëra që kanë vrarë njerëz. Por nuk mund t'i fshish dot nga historia. Hitleri ka qenë një kafsh. Edhe kafsha është mrekulli sepse nuk mbyt. Edhe kafsha nuk mbyt kot, mbyt vetëm për ushqim, po jo në masë. Po jo në këtë mënyrë. Por nuk e i do nga historia. E dënon. Është i gabuar, sigur, jo i gabuar, diabolik, djallë, pa diskutim. Unë nuk shudhim me këta që e kam bërë. Po shudhim me njerëzit normal, njerëzit me intelekt, njerëzit me kulturë, të shkolluar, që thonë për persona shumë të njohur në histori, si të themi, po janë general Gengis Khani, Jul Cezari, madje deri poshtë edhe te Napoleon Bonaparte, dhe gjitha personazhe, këta njerëzit intelektual të shkolluar dhe të mirë qenë, i thonë strateg, mund të thuash një, nuk po them për t'i bërë qefin e rojit ton kombëtar Skënderbeut, ose Janosh Huniadit, apo Vlat Tepes, sa ata strateg i thonë një generali ushtarak, ky është term ushtarak, por Napoleon Bonaparte, Jul Cezari, sigurisht shumë të mëdhenj, por në thelb ata ishin vrasës. Kanë vrarë me qindra mijë.
vet. Ishin strateg sepse zbatuan strategjinë e tyre për të mbështetur vendin e tyre apo për të pushtuar toka. Por në fakt ata ishin vrasës. Qartë. Kanë bërë gjëra që është makt. Më themi dhe strategët tanë, Aleksandri Maqedonisë, Piro e Pirit, realisht shumë të mëdhenj. Të dy këta të fundit mbrojtën pjesën e Piriote dhe Ilire dhe shkuan deri në Itali si Piro. Aleksandri Maqedonisë shkoi deri në Egjipt, deri në Azi. Po shkoi për pushtime, nuk është se shkoi për qokë, që thoshe më bëni një kafe turke sepse kam nevojë për një kafe turke. Kur futesh të këto biseda, doktor, a mendon ndonjëherë Genti, yes. A mendon ndonjëherë që nuk i përket këtij vendi, edhe nëse ke pyetur veten pse linda në Shqipëri? Jo, këtu pyesë dy prindët për katës, nuk e di çfarë më kanë bërë ata, fajshë e tyre se shihemi. Po nuk kam se ta them atë. Mendoni që i përkisnin një vendi tjetër me mendsinë tuaj, me mënyrën se si e perceptoni jetën, mënyrën se si shikoni gjërat? Jo, nuk besoj se do isha aq i zoti, sepse nuk jam aq takat sa punoj me kurriz. Nuk mbaj dot allxhi dhe nuk bëj dot muratime. E dua këtë vend, por këtu ka shumë gjëra që historia jonë ka treguar që akoma ne bërtasim që flamuri shqiptar u ngrit në 1912. Në fakt u ngrit në Deçiç në 1847. Atëherë u ngrit flamuri i parë shqiptar. Pavarësi. Në Deçiç në Deçan. Kur u bërë lidhja e Prizrenit që 1878 që u bën më në fund një ushtri e pavarur. Nga Sulejman Bokshi, Dedjo Luli, Mitsokoli, por fatkeqësia e vendi është që nuk lexojnë një libër. Nuk e lexojnë. Lexoni shumë, Genti? Aq sa mos i kam pas. Unë s'jam erudit. Ka tjerë që janë erudit. Unë s'jam erudit. Lexoj, e kam dashur dhe dua librin. Por libri do sjell, nuk do sjell. Këto mençuri që ne bëjmë sofizma në politik, që nuk e di, por na duket vetja aq të mrekullueshëm, aq të mëdhenj. Nuk e di pse. Ma saktë di, por nuk është e drejtë me e thënë. Për të ndalur prapë tek Genti, ju e gjetët papritur veten në Top Media me një vizionar së kohë për gjithë atë që e kanë njohur të njëjtin mendim ndajnë me Dritan Hoxhën. Ju si e kujtoni atë kohë dhe çfarë vendi ka Dritani tek ju? Po kur u hap në 97-ën që në atë kohë në zhargon në Madrugë, kërsis se ka Kalashnikovin në rrugë. Dhe zotëria hapi një media, to Albania Radio, dhe ishte diçka avangard dhe pa perceptueshme për kohën. Gjithë ata që kanë punuar aty e din shumë mirë që ka qenë avangard. U bë radio, më vonë televizion, u bën dublime mrapa, u bën edhe monitorime. Ne ishim, unë e përshkruaj vetëm me dy llafe, ishte një oazë. Ishte një oazë shumë i këndshëm për atë kohë dhe shumë i bukur. Nuk
ka përshkrim më tepër se tem një oazë, sepse në atë kohë nuk kisha oazë. Çfarë drejtuesi ishte Dritan Hoxha? Inovator, mori njerëz në punë që ishin të gjithë të aftë. Sigurisht nuk po them do ta bëjmë përgjithësi të gjithë, por ne punonim shumë fortë dhe shumë mirë. Derisa u arrit në diçka jo e vogël. Nuk e se u rrit pak, u arrit goxha. Ishte media avangardë edhe. Ishte oazë, tash nuk ka lap tjetër për të përveç se oazë. I detyrohesh Gendi që je sot Dritan Hoxhës, mbështetjes që ai të ka dhënë? Sigurisht. Moralisht, po. Jo vetëm unë, por të gjithë ata që kanë qenë të Top Channel. Që në Top Albania herë. Janë shumë të shpërndarë për media të ndryshme që kanë punuar aty. Dhe nuk u dha pak e media. Sigurisht edhe ata dhanë në mënyrë fantastike dhe dhanë performansën e tyre shumë të mirë. Shumë të mirë. Të aftë, të zgjuar, me gjithë respekt, me gjithë shpirt e them. Nuk e them për elogje apo kortezi, për t'i bërë kortezi. S'ka nevojë ata për ato. Ata kanë treguar vetëm në çdo media që kanë vajtë. Por që janë gjithë mediat të soi. Shiko, politika luan në çdo lloj formati dhe nuk është gjë e re kjo. Nuk është fare gjë e re. Por varet se ku e gjen mbështetjen dhe kur si jep ato tagrin që ti të paktën të flasësh edhe të prezantosh ashtu siç janë moderatorët, gazetarët, me një drejt të pa tërpëruar, të pa me dinjitet, me karakterin e pastër dhe me drejt. Kanë dalë, kanë bërë stand-up kur këtej rrezikon edhe jetën. Shumë për tyre rrezikon jetën. Se shkonin për terrene që ishin të pa perceptueshme, ishte realisht një makt, nuk mund të shkojë aq serbes në për zona që edhe sot është vështirë të shkosh. E po ashtu Gendi dhe juve keni drejtuar një emision investigativ që ka shkelur në kallo, thot populli, shumë personazhe. Jeni ndjerë ndonjëherë rrezikuar? Po dhe jemi ndjerë, sigurisht jemi ndjerë. Por na krijoi një mbrojtje. Mbrojtja më e madhe ka qenë njerëzit. Sepse duke ditë që ne gjithmonë u dinim krahë në mbrojtje. Nuk është se ishim Herkuli apo Tarzani, po. Nuk mund të na fliçin kotna si kotje në rrugë, sepse ishin njerëzit të parë që do reagonin. Vetë njerëzit do thënë mos e ngjisni atë. E kam provuar shumë herë dhe e kam parë që po, të mbrojnë. Të mbrojnë. Kur duan të mbrojnë. Po e ti kalove cakun. Aty të bëjnë dasha, por flas për veten, nuk e kam ndjerë në vetëm në asha. A ke marrë shumë dashuri nga njerëzit? Them se po. Jam ndjerë mirë, jam ndjerë komod. Edhe aq komod jo, sepse prap do ketë gjithmonë që sidomos formati partijak, po të shketi me ato që nuk fakt nuk merrem fare unë. Ajo është politik mediatike. Unë jam moderator dhe kam bërë atë pjesë që mua më kam thënë të bëj.
gjithmonë do kesh të nervimin, do jesh dhe i tërhequr, nuk mund të shpallesh dhe me sokoli të për gjohën topit. Gjë që faktikisht nuk ka vënë gjohën topit, ai thjesht ai the ngremin, po. E të mësojnë edhe që e din, që ose se din. Por do dish të marrësh taktin. Me gjitha, nëse je i qetë dhe pa se ka shumë aktor që e kanë bërë dhe e bëjnë, nuk them gjithë, as nuk bëhet llafje, jo. Ka që edhe kur hyn në klub, hyn jam unë. Në fakt, take it easy. Nuk me një qetë, s'kem se të bëjmë. Gent, fiks fare lindi dhe u rrit bashkë me ju. Ju u larguat, mos gaboj, në vitin 2017-2018, kur ajo u rrit si një brand që mbante firmën tuaj edhe Samir Kotrës në një farë periudhe. Unë t'jeti të rrethuar kur larguat? Po. Po, sepse nuk besoj se meritoja. Nëse dikush unë e përdor si shprehje, po s'besoj se është gabim që të më thot njëri, o Gendi, e shëmtut, nuk e vras mendjen fare. Sepse e kam një sidikimin dorë. S'është që sidikim, është atë fajin e kanë kromozonet e babës dhe të nënës. Jam përzjerë kromozonet, ka gjithë dhe unë s'jam aq i bukur. Edhe azuat jemi bukur. Po të më thonë që i pa aftë, urëni më fredeton. Sa i pa aftë jam unë. Nëse unë jemi pa aftë, gjithë të vite unë pas kam hedhur kot në plera, nuk di të ka thonë njëri që i pa aftë. Uri më fredeton. Si? Shumë e thjeshtë. Më vinë në krah kë personazh do të dëshironi, dhe nëse unë arrit ta bëj gjatë një, të themi një periudhe për gjysmore, të bëjmë dialog si dy kolegë, kush do qeshim shumë, ai apo unë? Atëherë po, Gendi ti pa pleshëm. Atëherë iki vetë. Atëm po, iki vetë. Çfarë arti është që të sjellësh dhe të servirësh për publikun problematika të shumta të çdo shqiptari me nota sarkazme, me nota ironie, me nota humori? Sa e vështirë është? E vështirë është se duhet të ruhesh, duhet dish ku të ndash cinizmin, ku të ndash se ironin edhe po themi që pranohet. Po cinizmi është pak i rëndë se godet. Edhe godet në mënyrë fyese, sepse cinizmi fyes është. Duhet dish thjesht të bësh, ajo të vjen vetë, po themi. E kupton kur duhet të rikesh, e kupton që po më duket sa po e teproj. Është një instinkt i brendshëm, nuk mund të them dot një diçka aq madhore se s'jam unë kritiku i madh i artit që wow. Po thash llafin unë vendimtar. Ja. Nga televizioni, nga media, nga fiks fare, mendoj që keni fituar shumë miq. Por pas magjisë së televizionit, a keni humbur miq? Po. E kjo ka ndodhur. Shiko, dhe ata që duan, jo se nuk duan, por në moment që të shohin që ty të rrshket këmba, në thonë dhe, sepse e them në thonë dhe, sepse askush nuk e di arsyen, pse, apo si, që diskutohet, po jo, po ky tani ishte ai, po tani nuk është më ai, nuk është ashtu i sakt, nuk është ai. Ai ka qenë. Po mirë, mund të më pyesi njëri pse ky person a ka halle, a ka probleme.
Unë do them një diçka. Dëgjova një mikun tim, njifet, po s'dua t'ja përmend emrin se njifet. Më tha, po ne gjithmonë të kemi respektuar, me që hape këtë muhabet, me që folë për respekt, atëherë, unë e thash atit të pa thëmë dhe këtu. Është pak e rëndë, po është shumë e vërtet. Po t'ishe pra që respektet është. Që ju po më tregoni që ti pas ai respekt për mua. Ti edhe persona që përmeni disa emra. Thash është e rëndë, por kur i matë në rëjet, nuk i pa ftyrë njeriu në shtëpi. Ka që rëndësh. Kur i matë në rëjet, të paktën për një kortësi. Sa si kërkoj njëri të vita tjetë 2000 lekshin e kafes. Por kështë ardhur në atë ditë që unë jam ditë të rëndë, e të vështirë, nevoj ka vetëm për një mik edhe për një kafe që të më japi dorën. Si që themi, jo si që po ashtu është, të rëni vetë. Atëre, më çfarë respektin të regoni mua? Ju më të regoni respekt. Po 27 vite në media, si u bëhen hasha? Kaq kollaj? Po thuj për atëre, mos më përmend respektin. Thuaj, nuk pata mundësi. Gënje. Pa që tim, gënje. Sa dhe unë dua të gënjem, nuk është e gënjem. Po dua të gënjem, pa gënjem. Po mos më thoni respekt. Mori rast të rënd. Por e ka me i kurriz. Mos më thuj inteligencë. Thash, më thuaj e ishën tut, sa kam problem. Por jo e një rënd. A ke pishmana? Po si djetë. Si shumë. Ke pishmanin që pse bëra atë, po ta dija që ishte ky muhabet kështu nuk do kisha bërë. Por në fakt nuk ma me menja, besoj jo dhe kisha bërë prapë. Nëse dikush më thot diçka, nëse unë e kam mundësi ta ndihmoj, do ta ndihmoja. Çam kushton ta. E çam kushton. Por të paktën mos më gënjeni. Mos gënjeni. Është e pa ftyrë. Është e pa turp. Nuk e se më gënjeni. Dua unë që të gënjem. Prandaj, e gjetë mundësive e bët. Atëherë unë po e them faleminderit shumë që më respektua. Eufemizëm. Po e pa drejt. Gent ju keni një eksperiencë të madhe mbi supe, si jetësore, si mediatike. Çfarë keni kuptuar nga jeta gjatë gjithë këtyre viteve? Cili është mësimi më i madh? Pa askush nuk kanë zgjedhur përfundim. Kanë shkruar shqiptar shumë të mëdhej. Psikoanalist, psikolog, filozof. Askush se nëzori njëri atë logjike. Akoma vazhdoj me idiotësira. Realisht me idiotësira. Për ku thonë që kush e mori vesh femra kështu, femra ashtu. Asi nuk e gjet njëri se si. Jo njëri, ta vërin ta ja, me femër nuk merret njëri se edhe Elena Trojës bëri lëmsh luftën.
Ose bërje gjëra e Trojës. Troja do shkatrojë se s'bën, sepse grekët Troja ishte pik furnizimi, mëndafsh, flori, argjend, gjëra. Ai mohabet ishte i bërë. Po ç'është kjo? Edhe i gjithë na diskutojmë ne. Shkruaj të shkriptarë të mëdhenj si Zweig, Balzacu, Hugoi, eksistencialisti Camus, Sartre, shkruajti Freudi, shkruajti Emmanuel Kanti, ka shkruar aq shumë sa në fund fare absolutisht asnjë nuk i jep dot një drejtim të caktuar. Nuk mund t'ia përdor. Është një histori botërore me mi vjet. Dhe nuk mund t'ia përdor dot një prezantim. E kur që mund të flasun, nuk dua të ul vetëm as të viktimizohem. Por e kur që të kenë pjetri para kokave të mëdha që kanë bërë historinë e një bote. Është do isha shumë i cekët, po të flisja, se do gaboja. Si është një ditë e Gentit aktualisht? Po çojmë në mëngjes, bëj sparkatën, gjë që nuk e bëj dot. Pas sparkatës bëj vertikalin, as ato s'e bëj dot. Pastaj lahem. Në fakt nuk lahem, sepse nuk e ngas dot flokun, sepse floku lahet një herë në javë, pak në flokun. Trupi ndahet gjithkohë. Floku një herë në javë, se ndryshe bie. Më falni. Flokun e kam aq në 92, 93, shumë djathtë. E kam pas edhe më djathtë. Nuk e ngas dot se e du shumë. E du shumë se nga filmi i Miloš Formanit, The Air, flokët, besoj e keni parasysh. Që nuk ishte thjesht koncepti flokëve, ishte një koncept lirie, diçka që simbolik. Kështu që jam gjysmë zhurtë. Jo shumë, po. Ky është koncepti. Me aq sa mund të mund, se nuk jam aq erudit. Çfarë ju mungon? Çfarë ju mungon? Mua? E dem për 1 milion euro. Ose edhe më pak, s'kam problem, edhe 500.000 nuk të mbjon. Nuk e kam aq problem. Po që më thjesht ti e mirë me miq, me shok. Dhe kaq, s'është mungon. Unë nuk se kaloj keq me njeri. Ata që më jofin e din që nuk shkoj keq me asnjë. Kështu mendoj unë. Qofshe e gabuar, po s'ma merr mendja. Çfarë mendon për median sot? A ka pasion? Nuk më merr mendja aq sa ka pas, po gjithsesi është komerç, sigurisht që po. Kur ishim ngurë bashkë, tash që çfarë mund të presë që sidomos ditën e shumë në ditë diel, nga që nuk ka lajme në media pa përmend emrin e medias ose emrat, se nuk është një janë disa thonë që nxjerrin me atak dhe me titra që 3 minator në kin u jetë të vdekur.
tani ata ndjes paqen, po tani nëse mbush lajm ky për Shqipëri, Terminator në Kinë, apo u kap një kontrabandist në Xhibut, sikur nuk shkon. Më mirë bëjnë i pushim dhe ju ato media 2 ditë, s'ka në gjë shumë në djetë. Janë lodhur njerëzit, mund të rinëzirë një gjërat i kini. Plus i këtu ka aq probleme sa nuk ngeli mua beter në Kinë, apo në Xhibut, apo në Jamajka. Tu i ke gjithë ditën full option. Gjend me qenë se jemi tek televizioni, mendoj që keni parë këto eksperimente sociale siç një ndryshe emisione si Big Brother dhe Ferma VIP. Çfarë mendon për ta? Pse njerëz saktuar kthehen në fenomene, në këtë rast Mimoza Ahmeti, nëse e keni ndjekur te Ferma VIP? Jo, Mimoza Ahmetin e njoh personalisht. Dhe është gocë e përgatitur dhe gocë. Është pa edhe mirë. E njoh dhe personalisht. Dhe për mua është gocë e zgjuar. Dhe e përgatitur. Po këto janë fenomene që akoma nuk e din që Big Brother nuk është një format as suedez, as nordik. Po të lezojnë Mein Kampfin, është bërë që në kohën e Nacional Socialistëve, e ka qenë përthur brenda. Një grup njerëzish se si do reagojnë ata kundër një tjetrit, duke i vënë në pozicione shumë vështira. Se po t'isha ashtu, aq kollaj, ose më saktë më ndershme, atëre me që këta janë brenda një formati Big Brother, atëre po sikur t'i thiknin kamrat një ditë, ose një ditë dhe gjysmë brenda. Ju siguroj që aty do ishin, kur t'inin kamra, gjysma të ishin blen gjak. Se do ishin këtu, aq keq njëri tjetër. Se shko ke dhoma e rrëfimeve dhe shko atje, shko këtu. Pa e kanë të në dha që ke dhoma e rrëfimeve, atyru japin dhe instruksione që i thonë ti e misuar shumë në finanën, ti e misuar shumë në finanën. Po sigur ta prishish këtë më betë. Kryot një lloj hilariteti i përstirë për mua. Po, nuk duhet t'jap thjesht konversimin tim sa ish personal. Por nuk besoj që ndodhin gjithë ato çuditëra pa një lloj skenari aq të si u njohën dy veta në Big Brother për 3 muaj dhe u fejuan. Se di, kam ne dhe unë, ti besoj kemi ne dhe jo 3, pa dhe 6 muaj, 7 muaj, pa se jemi feju, as jemi martuar. Për kundër dhe mi ndarë me respekt, faleminderit për shbere, faleminderit së bere. Ka është mirë pafë. Që shkjo u bëm, ka jo dashur me një tjetër. Po unë të rinë në shtëpi të rëmuj, pa dalë nga shtëpia, unë edhe nonën si të më ikën në ratë. Jo, të lidhe me i gosa, të wow. Lidhe mund, po jo të fejën më ta. Teksa jemi në përfundim, Gent, cili është mesazhi i fundit që do na jepi për publikun, për ata që na ndjekin? Po qetë njërë dhe kaq. Qetë. Më qetë. Nuk është se zgjedhim gjën, as nuk zgjedhim gjë me natë, apo me mos bëjmë unë Nën Tereza, as më katolik se papa. Por më qetë, nuk është se zgjedh gjë me natë. Nëse duhet që të mbrësh vetën, ta jep dhe ligjit të mbrësh vetën, por jo kot jo. Nuk besoj që zgjedhje. Gent, faleminderit shumë që ishe me ne. Shpresojmë shumë që të realizohen gjithë ëndrat tuaja, të je shumë i aftë, siç e thatë edhe ju dhe u kuptuaj gjatë bisedës. Sa jam i aftë? Siç e tham gjatë bisedës dhe unë kuptuaj që ju jeni shumë i aftë dhe shpresoj shumë që të gjeni një vend mediatik sa më shpejt jetë mundur dhe të jeni aty ku meritoni. Mendoj që është një dëshirë juaj apo jo? Pa zgjutim, faleminderit. Faleminderit shumë.